Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, në Çajër të Shkupit po ofrohen iftare falas për të ndihmuar familjet në nevojë. Iniciativa Dora e Mëshirës po shpërndan iftare falas përballë xhamisë së Jaja Pashës. Të gjithë nevojtarët mjafton që të regjistrohen dhe do t'u sigurohet ushqim për tërë muajin e Ramazanit. Në këtë aksion po shihen grup musha të ndryshme të nevojtarëve, si burra dhe gra, mirëpo përparësi kanë jetimet. Janë 14 vullnetare femra të cilat asnjëherë nuk ndjejnë në lodhje për t'i shërbyer nevojtarët. Lodhshmëri nuk ndjem as pak se kur I shohim fytyrat e lumtura të nevojtarëve, ajo është kurajo për ne që ne të vazhdojmë më tutje. Dhe ne gjithashtu çdo ditë të Ramazanit shpërndajmë iftare falas, gjithashtu dhe I furnizojmë me pak ushqimore familjet nevojtare. Po ta potencoj dhe që për gjatë festës së Bajramit ju blejmë edhe veshmbathje fëmijëve. Rreth 300 persona çdo ditë të muajit të Ramazanit marrin iftare të ngrohta falas. Për të marrë ushqim falas, së pari duhet të regjistroheni. Çdo kush vjen dhe regjistrohet vet, pastaj do thotë nëse shohim se ajo familje nuk është ashtu si është paraqit, atëherë ka raste kur edhe I thojmë që juve nuk ju takon me marr, se iftarët tipen për ato fillimisht për jetimet, pastaj për skamnorët të cilët edhe pse punojnë, ato prap kanë probleme financiare. Ndryshe, këto ushqime sigurohen nga donatorët të cilët janë në mërgim, por edhe persona nga vendi të cilët kalojnë rastësisht në rrugë dhe ndihmojnë me aq sa kanë mundësi. Ky është viti I 5 me radhë që iniciativa Dora e Mëshirës shpërndan iftare falas.